Në kuadër të sezonit turistik veror dhe fluksit të shtuar të shtetasve dhe mjeteve nga Kosova, u firmos memorandumi bashkëpunimit ndërmjet Policisë së Shtetit dhe asaj të Kosovës për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor në territorin e Republikës së Shqipërisë. Memorandumi u nënshkrua nga drejtori përgjithshëm Ilir Proda dhe drejtori i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha si një tjetër dëshmi e bashkëpunimit të shkëlqyer ndërmjet dy institucioneve. Shërbimet e përbashkëta do të kenë si objektiv parandalimin e shkeljeve dhe aksidenteve rrugore, menaxhimin e trafikut në akset kryesore që lidhin dy shtetet, shkëmbimin e praktikave më të mira në fushën e policimit rrugor. Drejtori Proda vlerësoi praninë e kolegëve nga Kosova si një ndihmë e çmuar dhe një simbol krenarie për harmoninë dhe koordinimin mes dy policive, jo vetëm në fushën e sigurisë rrugore, por edhe në luftën e përbashkët kundër krimit dhe paligjshmërisë. Nga ana e tij, kolonel Hoxha u shpreh se efektivet e Policisë së Kosovës janë të nderuar për mundësinë që të shërbejnë qytetarëve, krah kolegëve të policisë shqiptare dhe se do të angazhohen maksimalisht në përmbushje të objektivave të këtij memorandumi. Shërbimet e përbashkëta policore nisin nga data 1 korrike këtij viti.